prishi titullin e pronësisë të pronarit duke thënë ish pronar dhe duke zaptuar pasaj dhe duke i legalizuar hajdutit për pronën, ashtu si që kisha dhe një rast të fundit tashi, ku 2 qytetari janë futur një prone e cila është e trashëguar që në kohën e zogut, dhe ata thonë ne kemi ndërtuar një banesë vete në gjyq për lirimin e pronës, dhe gjyqtari thot ata duhet të qëndrojnë atje thot dhe duhet të t'japin lekë ty për atë pronë të zënë. Kjo është jo kriminale, po më tepër se kriminale që gjyqtari të legalizojë hajdutin dhe mua që jam i ndershëm dhe pres të marr pronën time të cilën gjyshi im ose trashëgimtari im e ka bler me flori. Këto pasaj krijojnë atë mllefin ndaj sistemit drejtësisë dhe kohën e humbur përsa kalvari është nga shkalla e parë, shkallë 2, nga shkalla e 2, shkallë 3, do presësh edhe gjykata kushtetuese, por gjykata tash i kanë nxjerrë dhe një artific të re për sa i përket çështjes së gjykimit, që çështjet gjykohen në dhomë këshillimi pa palë, atëre ku do ta gjesh të drejtën? Nëse nuk flet, nëse nuk shpresh, nëse nuk ka një gjykim me 2 palë përballë, do të thotë që gjyqtari brenda në zyrën e tij vendos çfarë të doj, atje ku peshorja ka dhe monellat brenda, do anoj nga ana e monellave dhe ai që është i ndershëm nuk do ta marri asnjëherë pronën e tij. Kjo ka mbledhur një lëmsh mjaft të madh për sa i përket çështjes pronësisë, por siç është çështja e pronësisë, është çështja edhe e pensioneve të qytetarëve, të cilët ata që kanë punuar në për kooperativa dhe në për ferma, edhe me dekreti që nxori qeveria tash që deri në vitin 92 t'ju njihen, vjetësia përsëri gjykatat i zvarisin qytetarët deri në gjykatën e lartë, sepse është një avokaturë shteti në mes që ankimon vendimet dhe qytetari nuk e merr dhe nuk fiton as ato vite të punës që ka pasur në kooperativë ose në fermë ose në një ndërmarrje, meqense ato janë djegur të gjitha sepse u bë shkruaj me hi Shqipëria në vitet 91-92. Të gjitha këto sollën dhe kanë akumuluar një ngarkesë të jashtëzakonshme të stresit, ku një pjesë e qytetarëve kanë zgjedhur rrugën për t'u larguar nga vendi ynë, nga toka ku ata u lidhën dhe një pjesë vazhdojnë të luftojnë sepse i kanë vënë detyrë vetes tyre për ta fituar pronën. Por dhe mlefi i kësaj ngjarje ka pasur ulërima të mëdha në Shkodër për sa i përket, mirë po shkonte gjithmonë në vesh të shturdhës sepse ka një qytetar, kjo familje që ka fituar këtë objekt që e ka bler, duhet të respektojë për pronën e bler, sepse është futur në një ankam dhe e ka bler, dhe ata qytetarë që ishin të pastre bashkia dhe shteti duhet i strahonte atje ku duhet t'i gjente vendin e dur, po jo t'i fuste në pronën private. Por duke ardhur në një kulturë e pravambetur, kur nuk kemi respekt për pronën private, do të thotë që kur s'kem respekt për pronën private, do të kesh edhe ngjarje të tilla të hidhura, për sa kohë neve nuk respektojmë vullnetin dhe dëshirën e pronës private. Në momentin që ne do të respektojmë pronarin, në atë moment nuk do të ketë më gjakterdhje, nuk do të ketë më zvaridhje në për gjykata, sepse vetë gjyqtari duhet të ndërgjegjësohet dhe ai që nuk ndërgjegjësohet duhet të largohet menjëherë nga sistemi i drejtësisë, me qëllim që mos të abuzojë, sepse ne kemi gjyqtarë që kanë dalë me miliona euro nga sistemi i drejtësisë, vetëm sepse kanë abuzuar me pozicionin e tyre, me detyrën e tyre, vetëm duke pasur si mish pronën private, të cilën sa ju erdhi në dorë, ja dhanë atit që nuk e meritonte, me pretendime dhe me pretekse nga më të ndryshme. Të gjitha këto janë pjesë e një sistemi drejtësie që dhe pse filloi reforma e vettingut në 2013 dhe vazhdoi për një periudhë të gjatë, dhe ajo pasaj pati ato problematikat e veta. Kështu që në këtë kuadër, do të thosh që një analizë e fortë
duhet bërë mbi tërësinë dhe problematikën e të gjithë sistemit drejtësisë. Avokat, duke u referuar aspektit të vettingut, a mendoni se duhet një vetting tjetër sa i përket gjyqtarëve, prokurorëve dhe njerëzve të sistemit drejtësisë, duke parë faktin që vettingu që u krye duket se nuk ka dhënë rezultatet e tij në kuadër të reformës në drejtësi? Vettingu i ka dhënë një pjesë të rezultateve, por mbeti përgjysmë dhe filloi të degenerojë gjatë rrugës, sepse një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët kishin abuzuar me detyrën u larguan nga sistemi i drejtësisë. Por mangësia më e madhe e atij ligji të sistemit drejtësisë, ashtu siç e kam trajtuar dhe në disa emisione të tjera, ka të bëjë me ligjin e avokatisë. Ata gjyqtarë dhe prokurorë të cilët u larguan nga sistemi i drejtësisë nuk mund të futeshin, sepse këta ishin pa denjë për sistemin e drejtësisë, nuk mund të futeshin në dritaren e avokatisë dhe të bëheshin avokat. Ata për 15 vjet, ashtu siç e kishte ligji i vettingut, duhet të largoheshin nga sistemi i drejtësisë dhe nuk duhet futeshin në shërbimin e avokatisë. Këta po e njollosin dhe sistemin e avokatisë. Pse po e njollosin? Sepse këta gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët ishin kolegë me njëri tjetrin deri dje, sot janë futur në sistemin e avokatisë dhe po bëjnë të njëjtën gjë për të zgjidhur problemet, sepse ai që është i drejtë tuk vete dhe i ndershëm dhe që e ka dosjet dhe dokumentacionin e pastër, nuk vete ke ai që kërkon një privilegj në sistemin e drejtësisë të gjyqtarit dhe ke prokurori, por vete ke një avokat profesionist, ndërkohë që një që nuk i ka në rregull dokumentacionin, ai kërkon një prokuror ose gjyqtar i cili në mënyrën indirekte do ta fitojë procesin gjyqësor, sepse ka kolegatën dhe do shtoj pasurinë e tij, dhe ndërkohë që do njolloset edhe sistemi i avokatisë. Në këto kushte, ligji i vettingut duhet të rishikohet edhe një herë, pavarësisht se duhet të vazhdojë, sepse vazhdon ligji i vettingut dhe i pastërtisë së figurës së gjyqtarit dhe prokurorit, por duhet të vazhdojë për të dy sistemet e drejtësisë, qoftë për krimet e rënda, për spakun që është investuar deri diku, ashtu dhe për të gjithë organikën tjetër, duke filluar nga prokuroria e përgjithshme, nga gjykata e lartë dhe duke zbritur poshtë deri tek personeli që punon brenda gjykatave dhe prokurorive. Ky ligj i vettingut duhet ripar përsëri, i cili ka nxjerrë dhe ai tëmetat e veta gjatë rrugës, dhe ato duhen riparuar, por pa ndërhyrë politika. Në momentin që ndërhyn politika, kërkon që ta çalojë dhe ta lërë të cunguar ligjin e vettingut. E dyta që do të thosha, ligji i vettingut, përveç asaj çfryrjes që duhet të nxjerrë nga radhët e veta njerëzit e korruptuar, prokuror dhe gjyqtar, duhet të llogarisë dhe prurjet e reja që mund t'i marrim edhe nga Bashkimi Evropian, atje ku janë shqiptarët, të cilët kanë mbaruar sistemin e drejtësisë, por mos i vëmë artifica atyre, pengesa. Ai jo ka mbaruar me 10, jo ka mbaruar me 9. Ata që shqiptarë që kanë mbaruar sistemin e drejtësisë jashtë, ata kanë një edukat dhe një standard tjetër në marrëdhëniet e punës dhe në marrëdhëniet e drejtimit. Kështu që nëse fillojmë të rekrutojmë dhe nga ata, do thotë që ne do ta rregullojmë sado pak sistemin e drejtësisë, qoftë në drejtimet e kupolës, po qoftë edhe në atë të vendimarrjes siç janë gjyqtarë dhe prokurorë. Avokat, si mendoni me sa mund të dënohet autori Elvis Shkëmbi, i cili vrau gjyqtarin Astrid Kalaja? Shiko, atëre, vendimarrja e Elvis Shkëmbit, i cili kreu atën akt barbar, kriminal duke i marrë jetën gjyqtarit, sepse ai ngriti dorën ndaj shtetit, ai tashmë e ka të mbyllur jetën e tij. Ai është me burgim të përjetshëm dhe nuk i ndryshohet, sepse ashtu e ka dhe ligji i kodit penal. Pra, ai është bërë kurban për të tjerët nga mbrapa që mund të fitojnë pronë. Por ai vetë nuk gëzon më dritën e diellit, sepse ai do marrë dënimin e tij kapital me burgim përjetshëm.
dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi mbi të drejtat që ai kërkonte, sepse nuk mund të zgjidhen të drejtat nëpërmjet grykës së pushkës dhe të argës. Prandaj, kështu që Elvis Shkëmbi është llogaritur dhe diskutuar me sa duket në familje që do bëhet dikush kurban, që brezat që të vinë mbrapa të gëzojnë pronën, sepse vetëm ajo, sipas atyre, ishte rruga më e mundshme dhe më e shpejtë për të fituar pronën.